të nderuar gazetar dhe ju të tjerë të pranishëm, ju falenderit shumë që na jeni bashkuar sot mëngjes në vizitën tonë si qeverinë detyrë, unë si kryeministër dhe zonja Artane si ministër e ekonomisë në postën e Kosovës. Me që rast bashkëbiseduam hapur gjerë e gjatë për sukseset e kësaj ndërmarrje publike, e cila këtë vit po e mbyll me rreth 1 milion euro fitim, pas vitit kaluar kur ishte afër 300.000 euro fitim. Posta e Kosovës i ka rreth 850 punëtor, nga të cilët më shumë se gjysma janë postier ose sportelista, dhe përveç kësaj është për tu përshëndetur faktit që po zgjerohet rrjeti i zyrave dhe i shërbimeve postare, gjithse i kanë Kosovë 166 zyra, prej të cilave 16 janë në veri të Ibrit në Republikën e Kosovës. Janë ndërprer rrjedhjet financiare, janë shuar strukturat ilegale, nuk operon më në Kosovë as posta e Serbisë dhe as kursimorja postare e Serbisë. Dinari nuk është më mjet pagese dhe nuk ka pasur vakum, sepse posta e Kosovës ishte aty që t'i ofroj të gjitha shërbimet të cilet dikush konsideronte se mund të mungojnë atëherë kur ndërpritet ilegaliteti që kishim në të kaluarën. Unë dua ta përgëzoj menaxhmentin, bordin, por edhe të gjithë punëtorët e postës së Kosovës për këto suksese. Gjithashtu duhet përmendur edhe faktin që posta e Kosovës është shërbim publik universal, i shpejt, i sigurt dhe i lirë, pra nuk e mat dërgesën me kostën që ka, por me dobinë e qytetarit. Andaj unë falenderoj të gjithë punëtorët të cilët ditë e natë shërbejnë anën banë komunave të Kosovës edhe në fshatrat më të largëta, në mënyrë që askush në Republikën tonë të mos ndjehet anash apo poshtë, por të jemi qytetarë të barabartë ashtu siç e kërkon kushtetueshmëria e një vendi demokratik. Edhe njëherë faleminderit shumë e gëzuar 2026 të gjithëve. Faleminderit kryeministër, të nderuar përfaqësues të mediave. Sot kam kënaqësinë të prezantoj para jush rezultatet financiare të postës së Kosovës për vitin 2025. Ka qenë një vit sfidues, por dhe një vit i sukseseve që dëshmon për përkushtimin e stafit tonë në punën e palodhshme për ditë në shërbim të qytetarëve të vendit tonë. Posta e Kosovës, siç e tha edhe kryeministri, sot ka një rrjet të gjerë të zyrave postare të shtrirë anë mbar vendit nga veriu në jug me një rrjet për 166 zyra postare. Përndryshe kemi pas një rritje të zyrave postare për 30% nëse krahasojmë me vitin 2023-2025. Në mesin e këtyre zyreve, 6 nga këto zyre shtrihen në 4 komunat në veri të vendit. Andaj posta e Kosovës ofron është një institucioni vetëm që ofron shërbim 365 ditë të vitit për qytetarët, sidomos për shërbimet e pagesave dhe shërbime tjera. Domethënë edhe festave dhe vikendeve jemi në shërbim të tyre në çdo komunë. Për më shumë se një dekadë humbje dhe stagnimi, posta e Kosovës në vitin 2023 arriti ta rikthej në bilans pozitiv ndërmarrjen, me një rezultat rreth 300.000 euro. Ky rezultat i postës këtë vit po shënon një shumë fishim të fitimit, duke e prur atë në rreth 1 milion euro në mbyllje të vitit. Kjo falë për kushtimit, angazhimit dhe punës palodhshme të ekipit tonë si ndërmarrje publike. I përmendëm disa prej sfidave, ndoshta ju kujtohet para 8 muajsh patëm edhe një sulm, një akt kriminal në Zveçan, dhe ishte një akt i cili e cenoi sigurinë fizike edhe të institucioneve, po dhe të qytetarëve. Qysh e dini, stafi jonë me njëherë u aktivizu dhe aktivizoi zyrën në afat rekord. Gjithsesi duke mos cenu në asnjë kohë shërbimin për qytetarët e asaj zone, ashtu siç e konfirmoi edhe kryeministri.
Kësaj përket investimeve kapitale, dhe kjo është në rëndësi ta cekim, për herë të parë, pas mbi 10 dekada, Posta Kosovës ka arrit të investoj 1.6 milion investime kapitale në mjetet të punës, në infrastrukturë logjistike, ndoshta e keni pa në motocikleta, në furgon të rinj, dhe jemi në pritje të disa veturave me që rast presim që ta rrisim dhe ta shtojmë efikasitetin në logjistikë. Ndërsa kemi arrit të brendojmë edhe zyrat postare, duke përfshin ndoshta disa për ju edhe shërbejnë në zyrën tonë postare në shesh. Atë model të biznesit, të shërbimit për klient, shpresojmë që ta zërojmë edhe në pika tjera në të gjithë vendin. Shtesë kemi investu po ashtu dhe në teknologji dhe infrastrukturë kritike të IT-s, duke përfshirë dhe ndrimin e gjitha kompjuterve, PC-ve dhe pajisjeve në sportelet tona, në mënyrë që shërbimi për qytetarët jetë sa më i shpejt dhe sa më efikas. Investimet i kemi bo edhe në infrastrukturë kritike, si kurse ndriçim, klimatizim, gjitha këto janë me eficiencë të lartë të energjisë, diçka që na ka ndihmu që të kursejmë në shpenzimet e energjisë elektrike si ndërmarrje, që tregon i qëndrueshmëri edhe në investim afatgjat për ndërmarrjen tonë. Besueshmëria në institucionin tonë, mendojmë se është forcu po ashtu, sepse viteve të fundit kemi arrit të marrim opinionin auditorit të pakualifikuar, po ashtu këtë vit, në vitin 2025, sa po jemi certifikuar edhe me ISO standarde 9001, kërkojmë ndjes, 9001, e cila faktikisht tregon angazhimin tonë të vazhdueshëm si ndërmarrje në përmirësim të shërbimeve ndaj qytetarëve. Duke hyrë në vitin 2026, Posta Kosovës është një shembull i reformës së suksesshme të sektorit publik, një institucion që ka kaluar nga humbjet e thella në fitim të qëndrueshëm. Një institucion që nga mbijetesa është duke shkuar në zhvillim afatgjat. Ju faleminderit për vëmendjen. Çdo të mirë. Faleminderit shumë. Është vështirë me fol pas kryeministrit dhe kryeshefës, sepse i thanë pothuajse të gjitha. Unë dua të cek dy gjëra që për mua janë tepër të rëndësishme, për jo vetëm për zhvillimin e postës deri tani dhe suksesin që e ka treguar, por edhe për të ardhmen. E para është që besimi në postën e Kosovës tashmë është rikthyer dhe ne e shohim çdo ditë këtë jo vetëm në shërbimet që qytetarët i kërkojnë nga Posta e Kosovës gjithandej vendit, mirë po edhe në kërkesat që Posta e Kosovës ka nga ndërmarrje serioze nga brende të mëdha për të bashkëpunuar me Postën e Kosovës dhe mendoj që kjo do të jetë gjithnjë e më shumë së bashku me postën ndërkombëtare e me e-commerce, do të jetë një fushë ku Posta e Kosovës do të vazhdojë të zhvillohet në të ardhmen, veçanërisht kjo do të bëhet e mundur duke qenë se investimet në flotën e automjeteve tashmë kanë filluar e do të zgjerohen. Është tepër me rëndësi gjithashtu që Posta e Kosovës përgjatë këtyre 3 viteve të fundit, përveç që ka arritur fitim, edhe ka investuar rreth 1.6 milion euro me mjeteve tanake, duke përfshirë këtu 60 motocikleta elektrike, 10 vetura që tashmë janë porositure do të vinë dhe 9 furgon. Po ju përkujtoj, disa prej jush ndoshta edhe keni qenë këtu atje në fakt, në Fushë Kosovë, te qendra e tranzitit, kur kanë ardhur furgonët, edhe postierët kanë qenë jashtëzakonisht lumtur, edhe ne edhe më të lumtur për ta, duke qenë se deri atëherë kanë qenë duke punuar me furgon me 800.000, 900.000, madje deri 1 milion kilometra të kaluara. Dhe ka ndodhur shumë shpesh që me pas prishje gjatë rrugës e postierët madje nuk kanë pas as çanta dhe nganjëherë është dashur me qese në këmbë me bart postën. Prandaj përveç suksesit financiar për ne është shumë e rëndësishme që punonjësit në radhë të parë postierët vija e parë e frontit tashmë kanë një punë dhe një jetë më të dinjitetshme. Për fund, një pasqyrë e përgjithshme financiare në 10 vitet paraprake, prej themelimit në vitin 2012, themelimit jo praktikisht po ndarjes nga Telekomi i Kosovës, prej themelimit si ndërmarrje e veçantë nga Telekomi i Kosovës, vazhdimisht Posta ka operuar me humbje, deri në 4 milion
për vit dhe ka akumuluar për një 10 vjeçar ka akumuluar mbi 24 milion euro humbje, ndërkohë që tani përderisa po flasim në 2 vitet e fundit posta tashmë ka rreth 1.3 milion euro fitim e që pritet të rritet edhe në vitet e ardhshme. Pra nuk ka asnjë dyshim që posta tashmë ka vendosur një themel të fortë për të ardhmen në të gjitha aspektet dhe unë mezi pres të shoh sukseset e vitit të ardhshëm, së bashku me investimet e reja. Ju falenderit të gjithëve për punën që e bëni, që nga postjerët e sportelistët deri tek menaxhmenti e bordi dhe ne do të vazhdojmë të qëndrojmë pra njush. Atëherë, edhe njerë më falenderoj Ministrën në detyrë të ekonomisë, Artorin Zvanolli, kryeshefën e Postës Kosovës Nora Raci, kryesuesin e bordit të Postës Kosovës Gzim Paci dhe gjithë bordin e menaxhmentin dhe punëtorët e Postës Kosovës për këtë performancë të shkëlqyeshme e cila na mbush me përplot shpresë optimizëm për vitin 2026. Urdhani. Ministri pas fitores të diela në konferencën për media që patët ku fyetet për çështjen e presidentit, fatë që kemi diskutuar me presidentin aktual Vjosa Osmani. Tash ajo deklaroi publikisht se synon një mandat si president e Kosovës. A do ta përkrahen në televizor, do ta propozoni, a do ta përshkasni, a kemi ndërtuar? Ne pari do të presim certifikimin e rezultatit, duhet të konstituohet kuvendi dhe të shohim përbërjen e legjislaturës 10. Pra duhet të shohim përbërjen e legjislaturës 10 dhe më pastaj të ecim tutje, por ashtu siç kam thënë, sot është dita e fundit e vitit, 2025, shpejt do të takoj presidenten Osmani dhe duhet të bisedojmë një herë bashkë për rrugën përpara. Por ju e keni parasysh që një herë është konstituimi i kuvendit, pastaj është formimi i qeverisë dhe vetëm më pas është zgjedhja e presidentes apo presidentit të ri. Për postën në gjë? Përshëndetje, jam Rita gazetare për Ekonomia Online. Tashmë kemi veç rezultatet, por ka ende kohë për numrin 5 të tjera të rezultateve. A keni në plasë me thënë keni me bashkë mu, apo nuk keni bërë në këtë tjera? Nuk kam ndonjë gjë tre për të thënë. Rezultati është më i qartë se asnjëherë më parë. Ne kemi pritur që do ta tejkalojmë rezultatin e 9 shkurtit si vjet. Por duket që po e tajkalojmë edhe rezultatin e 14 shkurtit të vitit 2021, blokimet në konstituimin e kuvendit dhe pengesat për formimin e qeverisë së re tashmë janë inekzistente. Faleminderit shumë gjithëve.